Me 82 vota kundër dhe 47 pro, Kuvendi nuk e miratoi sot kërkesën e SPAK-ut për heqjen e imunitetit të deputetes socialiste Belinda Balluku. Në seancë ishin të pranishëm 129 deputet. Nga arreshti për këtë votim, Edi Ramos i dolën 3 deputet socialist. Në seancë munguan Elisa Spiropali, Fatmir Xhafaj dhe Blendi Goxha. Menjëherë pasi mazhoranca rrëzoi kërkesën e SPAK-ut, deputetët e Partisë Demokratike bllokuan foltoren e parlamentit dhe nisën t'i binin tavolinave në shenjë proteste. Megjithse këtë të fundit në formë më të madhe e zhvilluan jashtë ambienteve të parlamentit. Ky i fundit u rrethua nga mbështetës të Partisë Demokratike për të ndjekur live zhvillimet në seancë plenare. Fillimisht u raportua se skenari i protestës së sotme të opozitës do të vijonte varësisht nga vendimi në seancën plenare. Mirëpo përkundrazi, edhe pse Kuvendi e rrëzoi kërkesën e SPAK-ut, Berisha doli jashtë tij dhe mbajti një fjalë të shkurtër përpara protestuesve, ku pasi dënoi vendimarrjen e Ramos, lajmëroi protestën e radhës më 22 mars dhe e shpërndau të sotmen. Kujtojmë se SPAK kërkoi nga Kuvendi autorizimin për shtrëngimin e masës së sigurisë ndaj Belinda Ballukut, ndërsa kërkesa e tij qëndroi në Kuvend për rreth 3 muaj. Argumentet kryesore që socialistët përdorën sot për të rrëzuar kërkesën e prokurorisë së posaçme ishin ato se Balluku ka respektuar masën fillestare të sigurisë, ato të ndalimit për të dalë jashtë vendit, edhe se ajo nuk akuzohet për korrupsion, por për shkelje të barazisë në tender, një vepër penale që mund të dënohet edhe me gjobë. Për socialistët, Kuvendi duhet shërbejë si një filtr lidhur me kërkesën e SPAK-ut, por duhet respektoj kushtetutën. Në emër të opozitës ishte demokrati Ojert Blukbashi që paraqiti qëndrimin, duke thënë atë që dihej tashmë, mbështetje për kërkesën e SPAK-ut për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Komisioni i Venecias ka mbajtur qëndrim dhe ka krijuar standardin që imuniteti duhet të hiqet në të gjitha rastet kur nuk ka asnjë arsye për të dyshuar se akuzat janë të motivuara politikisht. Ishte një ndër argumentet që paraqiti opozita përmes Blukbashit. Për Sali Berishën, vendimi i sotëm i Edi Ramos për të mos lëshuar Belinda Ballukun ishte vetvrasja e tij politike. Menjëherë pas seancës plenare, Edi Rama është përballur me një sër reagimesh të forta nga ambasadorët e akredituar në Tiranë. Të parët që e kanë kritikuar për vendimarrjen ndaj Ballukut në raport me SPAK-un ka qenë Gjermania, Britania e Madhe, Hollanda e të tjerë, por padyshime në krye Bashkimin Evropian, ku edhe aspirojmë. Në reagimin e tij Bashkimi Evropian theksoi se lufta kundër korrupsionit ka rëndësi për anëtarësimin. Ndërkohë Gjermania, nëpërmjet ambasadës së saj në Tiranë, tha se ndjekja e korrupsionit është kusht për integrimin në Union. Kushti domosdoshëm për të bërë progres në këtë proces bazuar në merita është ndjekja penale me efektivitet e korrupsionit edhe në raste të rangut të lartë. Pritshmëria jonë e qartë është që edhe në këtë rast ndjekja penale përmes drejtësisë të mund të realizohet shpejt dhe pa pengesa. Prej politikës shqiptare vazhdon të kërkohet ende që ta garantojë këtë proces, theksohet në reagim. Ndërkohë, mesazhi i ambasadës britanike thekson po ashtu se imuniteti parlamentar nuk duhet jetë pengesë për llogaridhënien para ligjit. Edhe Hollanda nënvizoi se ndjekja penale efektive e korrupsionit është prioritet për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Por të gjitha këtyre reagimeve ju përgjigj në kohë reale vetë kryeministri Edi Rama. Ky i fundit i garanton partnerët se SPAK nuk preket, por deputetët, thot ai, nuk janë për eksperimente sociopolitike. Sipas kryeministrit, dinjiteti i parlamentarëve nuk është material për eksperimente, të cilët e bëjnë kurrën më të rrezikshme se sa sëmundja që duhet të luftoj. Shumica qeverisëse bëri sot pas një diskutim ato që do të bënte çdo parlament demokratik i Europës, ku kalimi i kërkesave të prokurorisë jo për arrestin pa gjyq të një deputeti si kjo kërkesa e sotme, po për të filluar apo jo hetimet nuk është askund si kalimi pa asnjë lloj kontrolli i kufive në zonën Schengen. Ai është një proces serioz i bazuar në norma kushtetuese e ligjore, të cilat nuk janë as karta bianca as dyert të mbyllura për prokurorin, thekson ndër të tjera Rama në reagimin e tij për të gjitha mesazhet që i mbërritën në adres nga ambasadat kryesore të Europës në Tiranë. Mbrëmjen e djeshme, Kimberly Guilfoyle, e njohur si një nga figurat më të besuara të presidentit amerikan Donald Trump, vizitoi pa njoftim zyrtar godinën e kryeministrisë në Tiranë dhe u prit nga vetë Edi Rama. Guilfoyle, e njohur për lidhjet e saj me djalin e Donald Trump Jr. dhe për rolin e saj të rëndësishëm në politikën amerikane, nuk u shoqërua nga personeli i ambasadës amerikane në Tiranë dhe nuk ka asnjë deklaratë zyrtare nga ambasada ose kryeministria. Takimi i zhvilluar larg syrit të publikut, ngre pyetje për qëllimin dhe tematikën e tij, duke e bërë këtë vizitë jashtëzakonisht enigmatike.
Kryeministri Edi Rama vlerësoi marrëdhëniet e forta politike mes Shqipërisë dhe Turqisë, por theksoi se ndikimi ekonomik i Ankaras në Ballkan nuk përputhet me peshën e saj politike. Në një intervistë për Turkey Today, Rama si rrallëherë ishte kritik direkt ndaj Erdogan. Ai hodhi poshtë akuzat për ambicje neo-otomane dhe u shpreh se partneriteti rajonal duhet mbështetet në investime konkrete, jo vetëm në popularitetin e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Rama theksoi marrëdhënien personale me këtë të fundit dhe tregoi se tregtia dypalçe mes Shqipërisë dhe Turqisë është mbi $1 miliard, me investime turke në Shqipëri rreth $3.5 miliard, por pa projekte ekonomike madhore që ta konsolidojnë marrëdhënien. Ai kritikoi gjithashtu deklaratat e presidentit serb Aleksandar Vučić për një aleancë ushtarake rajonale dhe mbështeti pavarësinë e Kosovës, duke theksuar se çdo kërcënim për Kosovën prek direkte edhe Shqipërinë. Rama përsëriti objektivin e Shqipërisë për anëtarësim në BE deri në vitin 2030, duke theksuar se nuk ka plan B dhe se procesi shërben për reforma dhe forcim të qeverisjes. Ai përmendi sfidat e mekanizmave të ngadalshëm europian, por nënvizoi se Shqipëria kërkon integrimin si prioritet strategjik. Gjykata e lartë ka rrëzuar sot kërkesën e ish-presidentit Ilir Meta për ndryshimin e masës së sigurisë arrest me burg, të cilën ai e ka që nga tetori 2024. Meta ka argumentuar se masa nuk ka qenë proporcionale, por rekursi i tij është refuzuar nga të gjitha shkallët e gjyqësorit. Ai ka tërhequr gjithashtu një kërkesë të ngjashme në gjykatën e posaçme dhe i është drejtuar gjykatës kushtetuese. Meta dhe ish-bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi po hetohen nga SPAK për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje të pasurisë lidhur me çështja aferon çesdia, lobimin e LSI-s në SBA dhe hetimin pasuror. Në seancën e sotme në gjykatën e posaçme, Meta ironizoi përpara trupit gjykues, duke thënë se nuk ka pirë ndonjëherë verë 33.000 euro shishja dhe nuk ka jetuar në luks. Kam bërë jetë të thjeshtë dhe jo jetë luksi, nuk kam pirë verën as 33.000 euro dhe as kam lëvizur me charter, u shpreh Meta. Në seancë sot u paraqit edhe ish-bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi. Kjo e fundit si gjithmonë, hyri duke shkëmbyer batuta me gazetarët. Në mesnatë u mbyllën aplikimet për drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit. Procesi regjistroi 16 kandidat, përfshirë 2 gra, Ejona Gurbardhin dhe Suela Sulkajn. Procesi vijon me verifikimin ligjor të dokumentacionit, i cili do të zgjasë rreth 10 ditë përpara intervistave dhe përzgjedhjes përfundimtare nga ministri Besfort Lamallari. Në garë janë figura me përvojë në policinë e shtetit si Pëllumb Seferi, Elidon Çela, Skënder Hita, Idajet Faskaj apo Tonin Vocaj. Të gjithë kandidatët synojnë drejtimin e institucionit për një mandat 5 vjeçar, duke garantuar efikasitet dhe stabilitet në strukturat e policisë. Gara zhvillohet pasi kryeministri Rama largoi nga detyra pak kohë më parë Ilir Prodën. Ekspertiza mjekoligjore për Joana Nikolin, që humbi jetën në QSUT, tregon se në trupin e saj janë konstatuar shenja të dukshme dhune. Dyshohet se dhunën mund ta ketë ushtruar ish-partneri i saj Raldo Fizi, i cili aktualisht është shpallur në kërkim nga policia. Hetimi përjashton gjithashtu dyshimin e mëparshëm se 25 vjeçaria ishte shtatzën. Familjarët kanë kallëzuar se Joana kishte përjetuar dhunë brutale, gjë që mund të ketë ndikuar në gjendjen e saj psikologjike për vendimarrjen fatale. Përpara se të jepte fund jetës, ajo kishte lënë një letër ku shprehte dëshirën që askush të mos e lëndonte më dhe i kërkonte ndjes prindërve. Hetimet për ngjarjen tronditëse vijojnë, ndërsa policia është ende në kërkim të ish-partnerit të 25 vjeçares. Lumir Abdigjiku, kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, njofton se do të nisë një proces për bashkimin e madh politike qytetar rreth një projekti të përbashkët që synon te kalimin e dallimeve, ambicjeve personale dhe hidhërimeve të së shkuarës. Ai e përshkruan këtë iniciativë si një rrëfim që bashkon, normalizon jetën politike, zhvillon shtetin dhe ankoron Kosovën në perëndim. Abdigjiku thekson se ky bashkim nuk i përfshin partitë PDK dhe AK, por drejtohet ndaj institucionalistëve, mbështetësve të Republikës dhe qytetarëve të orientuar drejt rrugës euroatlantike. Ai shton se bashkimi me presidenten Vjosa Osmani pas përfundimit të mandatit të saj më 4 prill do të ishte i dobishëm për vendin dhe do të mund të diskutojë më konkretisht pas përfundimit të detyrës së saj presidenciale. Një ftesë kjo e drejt për drejt për Vjosa Osmanin që të rikthehet në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Deri në fund të muajit mars, gjykata kushtetuese e Kosovës ka pezulluar dekretin e presidentes Osmani për shpërndarjen e kuvendit e për t'i hapur rrugë vendit për zgjedhje të reja, pas te kalimit të afateve për zgjedhjen e presidentit të ri.
Situata në lindjen e mesme është përkeqësuar pas kërcënimeve të Iranit duke përfshirë mbylljen e ngushticës së Hormuzit dhe kërcënime direkte ndaj bazave amerikane. Mesazhi i parë i liderit suprem iranian sinjalizon një konflikt të gjatë, ndërsa Washingtoni ka aktivizuar bombarduesit B-52 dhe B-1 për goditje eventuale. Irani ka lejuar kalimin e naftës vetëm për një vend në këmbim, duke rrezikuar tregjet globale të energjisë, ndërsa Izraeli vazhdon sulmet ndaj Hezbollah dhe uzinave bërthamore iraniane. Dron iranian goditën edhe një gradacel në Dubai, ndërsa Shubat dhe aleatët po monitorojnë situatën për të mbrojtur interesat globale. Skena rajonale mbetet e tensionuar. Sulme ajrore në Liban, raketa drejt Izraelit, ndërsa Kina e Rusia ndjekin lëvizjet amerikane dhe iraniane për të shmangur eskalimet të mëtejshme. Lufta për kontrollin e energjisë dhe ndikimin në rajon duket se sapo ka nisur.